Prizreni ndo shekuj njihet si qytet i kulturës dhe i traditës. Ky është Prizreni që ka bërë kurioz udhëpërshkrues, historian, gjeograf e shkencëtar të ndryshëm, të cilët botuan shumë vepra për këtë trevë. E gjithë komuna e Prizren shumë vende të vizitueshme. Një pjesë të rëndësishme të historisë së lashtë e gjejmë në kalan e Prizrenit, e cila konsiderohet simboli i qytetit. Pozicioni i saj topografik dominues mbi qytetin, peizazhi natyror mjaft tërheqës dhe konfigurimi arkitektonik i menduar mjaft mirë e bëjnë këtë lokalitet me vlera shkencore, historike dhe turistike. Ura lidh drejt për drejt Shiçin Shatërvan në anën e majtë të Lumnit dhe Saraçhanën në të majtën të Lumit. Burimet historike nuk ofrojnë të dhëna për kohën e saktë të ndërtimit të saj. Në bazë të materialit, stilit, teknikës së ndërtimit, supozohet se ura është ndërtuar nga Ali Kukaj nga fundi shekullit të 15 ose në fillim të shekullit 16. Emri i Prizrenit është i pandashëm me kuvendin që u mblodh në 10 qershor të vitit 1878 për të diskutuar programin për bashkimin e shqiptarëve në mbrojtje të vendit kundër kërcënimeve të jashtme. Ndërtesa në fjalë tani është një muze dhe si i tillë bën pjesë në kuadër të kompleksit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Aty janë ekspozuar fotografi, dokumente, objekte dhe veshje që datojnë që nga koha e kuvendit të lidhjes së Prizrenit. Prizreni është i njohur për përgatitje nga brumi, pogaça, toplia apo të famshmet pitajkat me vezë. Gjella tradicionale të Prizrenit përbëjnë esencën e kuzhinës prizrenase, e të gjitha këto janë lehtësisht të aksesueshme brenda 1 apo 2 ditëve. Prandaj dhe fundjavat i gjejnë plot Prizrenin me shqiptar të Kosovës e Shqipërisë.